Unë duhet të merrem thjesht vetëm në aspektin kushtetues dhe nuk do të merrem tek pjesa e kodit të procedurës penale, sepse vendimarrja e gjykatës së sotme është një vendimarrje e cila cënon rendin kushtetues dhe cënon atë që ne themi gjithmonë sipas nenit 7 të kushtetutës, balancimin edhe ndarjen e pushteteve, pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor dhe legjislativ kanë detyra të caktuara. Duhet të kemi parasysh se një masë sigurie që ka të bëjë me ose një masë ndaluese për pezullimin e ushtrimit të detyrës të zëvendës kryeministres cënon pikë së pari në 95 e vijues të kushtetutës, sepse Këshilli i Ministrave përbëhet nga kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat. Dhe në vijim neni 97, 98 në vazhdim flet qartëzi që në programin politik të Këshillit të Ministrave dhe përbërja e tij në votbesimin e kryeministrit përbëhet aparati i plot i Këshillit të Ministrave, pra që kanë një karakter politik. Dhe jo se ata mund të pezullohen nga funksioni i tyre, sepse nesër do vi një prokuror tjetër edhe do të thotë fuqia e organit për të mos e pezulluar. Edhe do të thotë që unë dua menjëherë të bëhet pezullimi i kryetarit të kuvendit. A mund të bëjmë pezullimin e ushtrimit të kryetarit të kuvendit? Është zgjedhur drejt për drejt me votë. Një sekond, jo. Nuk ka të bëjë. Edhe ai është në votbesim se është e përbërë nga Këshilli i Ministrave që vjen votbesimin. Zonja Balluku nuk është pezulluar si deputete. E Këshillit të Ministrave në parlament. Funksioni administrativ. Është qartë ligjin e tërë. Merë votbesimin në Këshillin e Ministrave në parlament. E ke aty të normuar, e ke rregulluar të parlamentit. Dhe betohen tek presidenti. Dhe betohen te presidenti dhe përveç kësajt kryeministri emëron dhe shkarkon dhe nuk ekziston në kushtetut fjalia pezullim. Pra do të thotë që në të dyja rastet, si president të Republikës, gjykata e posaçme në rastin konkret, në çfarë ka bërë një shkelje të rëndë referuar? Nuk e di kujt i është referuar, por gjykata e sepse pash që ka bërë një njoftim zyrtar. Gjykata e posaçme ka shkelur kushtetutën dhe përveç kësaj, për mendimin tim, kryeministri duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese sipas nenit 131 të kushtetutës dhe të flasi për një mosmarrveshje e kompetencës nëpërmjet pushteteve.